Artistja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka treguar edhe një herë mbështetjen dhe solidaritetin e saj ndaj kolegëve, këtë herë duke i dalë në krah këngëtares së njohur Bebe Rexha. Përmes një postimi në Instastory, Rita ka shpërndar një publikim të Babies, duke promovuar projektin e saj më të ri muzikor dhe duke i inkurajuar ndjekësit që ta mbështesin këngën e ardhshme. Bëhet fjalë për këngën më të re të Bebe Rexhës me titull Çike Çike, e cila pritet të publikohet shumë shpejt dhe tashmë ka ngjallur kurreshtje të madhe tek fansat. Vetë fakti që Rita Ora ka vendosur ta ndajë në profilin e saj këtë paralajmërim, tregon jo vetëm raportin e mirë që dy artistet kanë mes tyre, por edhe krenarinë për sukseset e njëra tjetrës në skenën ndërkombëtare. Rita dhe Bebe, të dyja me prejardhje shqiptare dhe me karriera të konsoliduara në industrinë globale të muzikës, prej vitesh njihen për marrëdhënien e tyre miqësore. Ato shpesh kanë shprehur respekt dhe vlerësim publik për njëra tjetrën, duke treguar se përtej konkurrencës në tregun muzikor, mbështetja mes artisteve shqiptare mbetet e fortë. Ndërkohë, Bebe Rexha po përgatitet për një rikthim të fuqishëm me albumin e saj më të ri, të titulluar Dirty Blonde. Projekti pritet të sjellë një frymë të re artistike dhe të eksplorojë anë më personale të këngëtares, si në aspektin muzikor ashtu edhe në tekstet që trajtojnë tema identiteti, vetbesimi dhe përvojash personale. Një nga risit më të veçanta të këtij albumi do të jetë pikërisht kënga Çike Çike, e cila do të përmbajë edhe disa pjesë në gjuhën shqipe. Ky detaj ka emocionuar veçanërisht fansat shqiptar, pasi rrallëherë Bebe ka përfshirë elemente të drejtpërdrejta në gjuhën anëtare në projektet e saj ndërkombëtare. Për shumë kënd, kjo shihet si një mënyrë për të nderuar rrënjët dhe për ta çuar kulturën shqiptare në një tjetër nivel global. Edhe pse publikimi i plotë i albumit Dirty Blonde nuk pritet të ndodhë për disa muaj, kënga në shqip do të vijë shumë më herët, duke shërbyer si një paralajmërim i fortë për atë që do të sjellë Bebe në këtë kapitull të ri të karrierës së saj. Me mbështetjen e Ritës dhe entuziazmin e fansave në mbar botën, Çike Çike pritet të jetë një nga projektet më të komentuara të saj këtë vit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.